e televizionit tonë, do t'ishte interesante të dinim, pasi e përmendëm dhe më parë që e marta e sot me përkon me ditën e përkujtimit të Holokaustit. Jeta juaj pas kësaj dite të shënuar. Që lidh me këtë ditë? Po, ne na përfshiu vala që fëmi e luftës, unë kom shku rreth 15-16 vjeç. Si fillon historia juaj? Shtëpia ime ka qenë një në shtëpitë e para këtu që i hapi dyert luftës antifashiste. Që me 6 prill 39, u stërhu që më stafa i plagosën shtëpi, po diun. Neve na kishte çu baba për tu rujt nga bombardimet se do bombardohet Tirana nga italianë, na kishte çu në pyllat Prithit, që e thonë kodra Prithit, na kishte çu. Të nesëm kur erdhën gjetën që marrën në shtëpi, ishte i plagosur këtë dhe baba kishte marrë dajën e vet Qazim Sejdinin, që e mjekoje këtë ishte mjeku ushtarak, kolonel. Aty në 1-2 muaj, derisa doli amnistia për të në shtëpi. Ne ishim të lidhur ngushtë me familjen e stafës, se baba jam edhe xha im ka kryer në shërbimin ushtarak në familjen e tyre si ordinanci Teatrit Qemal Stafës, kohën në vitin 22-23. Pastaj, basaj, që u bë amnistia që Qemali iku për studimin në Itali. Kur filloi lufta në 41, domethënë që Gjermania era Polonisë, ai në periudhën e studimit edhe prapë u strehua tek ne. Dhe aty ka pas bazën gjatë gjithë kohës luftës deri 2 ditë, ashtu 4-5 ditë para se vritesh. Pra 3 ditë para se të vritesh, iku prej shtëpisë tonë, iku prej shtëpisë tuaj në një shtëpi nga rruga Ali Demi, dhe më në fund më në vesh që u vra. Po më pas në ç'dodhi me zotin Beqir Gjepa? Më pas, unë u lidha me luftën, ishe lidhë dhe me dyqanin Flora, ku punoshin këto. Pra, kishe një jetë aktive atëherë në ilegalitet? Ishe në 14-15 vjeç, si korrierë, si ashtu, domethënë si ndërlirës, këtë më çështën ne, lesh edhe mësimet ka në shkollë dhe shkoj punosha. Pastaj në vitin 43 deshtën të më arrestojnë. Kush? Fashistët. Unë hika mujta me hik, edhe dolëm shkum në brigadë 3. Dhe para se shkojshim... Sa vjeç ishit në atë kohë? Në atë kohë unë ishe rreth 15 vjeç. Baba para se shkojshim më tha një njoftim se atëherë do fillonte operacioni Dimnit. Këtë njoftim ja kishte çu Qazim Ulleti babës, që të njoftohet Pezës se kishte miqësi me shoqëri dhe me Slymë Pezën. Njoftohet Pezës se kaq forcat do sulmojnë Pezën. Unë shkova, domethënë unë nisa mas dite, kishte dalë prej shkollës mas dite, unë nisa nga Kodra dhe Saukut, shkova darash në poshtë në Zhënë dhe shkova në Arban ku ishte shtabi. Aty takova, më tha baba, këtë letë do japsh o shoqëri Pezës, se shoqëriu kishte shkollë, o Mustafa Gjenishit ose Spiro Mojsiut, as kujt tjetër. Shkova aty, më rrita natën vonë në ora 10 natës, edhe më doli Mustafa Gjenishi përpara, tha, çka, të nesme deshe të kthehem, të vazhdoj shkollën. Më thonë, jo, s'ke ku shkon se është rrethu. Në atë kohë filloi lufta e Albanës, ka qenë tetor të vitit 43. S'ke ku shkon, edhe meta efektiv i brigadës 3. Më vonë filloi operacioni Dimit, edhe ditën e dytë operacionit plagosëm, me marrin gjermant dhe me çojnë në spitalin ushtarak të Elbasanit. Mjekova atë. Pra ne vinë marrin, vjen Gestapo, me merr dhe me çon për në zemën të
Jugosllavisë, kampin e Zemunit. Sa vjetë keni netur në kamp? Në kamp kemi 1-2 vjetë. Jo në atë kamp kemi netur 6-7 muaj, se me 16 prill të vitit të 44, po, me 17 prill ka qenë, u bombardu kampi nga anglezët. Se Zemuni lidhesh me Beogradin nëpërmjet një ure, ishte 1 ure me kampin. Edhe anglezët edhe të bombardojnë urën, bombët e parë ranë në kamp. Ranë në kamp, metën një 400 të vrarë dhe të plagosurët. Në këto të vrarë meti edhe doktor Pavlo Doko, që ishe shqiptarët. A i ishte bote shërbim mjekësor në kamp, se ishin rreth një 4-5 të burgosëm në kamp. Sa shqiptarë kishte në... Në shqiptarë, aty kanal shqiptarë kanë në rreth 8 grupe. Ishte një grup nga Tirana, një grup nga Kavaj, një grup nga Durrësi, një grup nga Elbasani dhe 4 grupe nga Vlora. E gjithsejt ishim rreth një 420 shqiptarë. Pas shkatërimit kampit në Jugosllavi, ku ju qohen? Na qunë në burgun e Banicës, për provizorisht. Aty ne deri në gusht të 2, kështu ka qenë gusht të 20... Edhe ky Branica në Jugosllavi, e? Aty periferi Beogradit. Na qunë aty dhe ne jemi të 1-2 muaj, pastaj na morën na qunë për në Mauthausen. Në Auschwitz? Në Mauthausen. Sa shkojnë në Mauthausen, na gjveshën, na vëzhën, pastaj dëshin që është një grup të që i fuqë për në Auschwitz për të ishin një 20 vetë, fusin dhe mua aty. Kur shkojnë në Auschwitz, shkojnë sekratit, qa jeti nga je ku je, jam shqiptar, qa je, musliman. Si musliman të figurë. Edhe u detyrun që të më këthejnë prapë mrapsh, mas të bon sqarimit. Mas sa kohësh? Mas 2 muajsh. Mas 2 muajsh. Për 2 muaj ju keni jetuar në Auschwitz si dhe hebrejnë. Pa. Para se të shkojmë të torturat, se si trajtojshin hebrejnë, le të kalojmë të iftuar i ju në nderuar. Shiko, torturat nuk kanë qenë më pak as për hebrejt, as për ne. Torturat ishte të njëjta, nuk ka as një dallim. Të njëjtën racion kishim, të njëjtën fjetje kishim, të njëjtën, domethënë, gjithë njësoj i kishim. Qëllimi ishte se kishim shenjat përkatëse. Ne për shembull që ishim shqiptarë